nga momentet më të rëndësishme politike dhe shoqërore të shekullit 20. Por si u arrit kjo ditë, si festohet sot dhe çfarë mendojnë gjermanët mbi unitetin e tyre? Pas luftës së dytë botërore, në vitin 1945, Gjermania u nda në 4 zona pushtimi. Në vitin 1949 lindën 2 shtete, Republika Federale e Gjermanisë në perëndim dhe Republika Demokratike Gjermane në lindje, nën kontrollin sovjetik. Kufit u bën të pakalueshëm, ndërsa muri i Berlinit simbolizoi ndarjen e vendit. Në fund të viteve 80, gjermanët lindor filluan të protestonin masivisht për liri e demokraci. Politikat e reformës të Gorbachovit dhe heqja dorë nga ndërhyrja ushtarake e Moskës hapën rrugën për ndryshime. Rënja e murit të Berlinit më 9 nëntor 1989 hapi portat për ribashkim. Më 3 tetor 1990, Gjermania u bashkua. Megjithse rrëzimi i murit ndodhi më 9 nëntor, kjo datë lidhet edhe me pogromin antisemitik të vitit 1938. Për të mos e përzierë ribashkimin me një ditë tragjike, u përcaktua që festa kombëtare të ishte më 3 tetor, data e bashkimit zyrtar. Gjermanët e festojnë këtë ditë qetësisht, më shumë si ditë pushimi sesa si festë popullore. Çdo vit një land federal organizon ceremoninë kryesore. Sondazhet tregojnë se ndarja lindje-perëndim ende ndihet. Vetëm 35% e qytetarëve mendojnë se gjermanët janë bërë plotësisht një popull. Pabarazit ekonomike, sidomos në paga e pensione, shihen si pengesa kryesore për një unitet të plotë.